Dje në orën 17:40 në rrugën JNA në Gostivar, zyrtar policor nga Departamenti për Punë të Brendshme Gostivar kanë privuar nga liria dy 27 vjeçar, të dy nga Gostivari. Gjatë kontrollit është gjetur një lëndë e bardhë pluhur dhe një kartmonedhë prej 1000 denarësh me mbetje të lëndës së bardhë. Pas mesnate në orën 2:55 zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 23 vjeçar nga fshati Nerasht dhe një 27 vjeçar nga fshati Bozovc. Ata janë zënë në kryqëzimin mes rrugës Boris Kidriç dhe rrugës Blagoja Toska në Tetov, duke prishur rendin dhe qetësinë publike me përleshje fizike mes vete. Gjatë kontrollit, te njëri prej tyre janë gjetur 4 paketime me marihuan dhe ai është ndaluar në stacionin policor për procedurë të mëtejshme. Pas mesnate në orën 12:10 në rrugën Major Qede Filipovski në Gostivar, zyrtar policor kanë privuar nga liria një 28 vjeçar nga Gostivari. Ai pa leje ka marrë një automjet zyrtar të udhëtarve, Citroen me targat Gostivarit, në pronësi të Kryqit të Kuq, ku shërbente si vullnetar dhe me automjetin ka goditur disa automjete të parkuara. Gjatë kontrollit është konstatuar se ai e drejtonte automjetin pa pasur leje drejtimi. Dje rreth orës 16:30 në sektorin për punë të brendshme Tetov është denoncuar se në zonën mes fshatrave Pirok dhe Gradec ka shpërthyer një zjarr i cili ka përfshirë një sipërfaqe të madhe me grur. Zjarri është shuar tërësisht nga ekipi i njësive territoriale kundër zjarrit Tetov dhe Bogovin, si dhe nga popullata lokale. Kçyrjen në vendngjarje ka kryer një ekip nga sektori për punë të brendshme Tetov.